Hoxh, kam dy pyetje rreth kësaj çështje. Nëse një familjar hidhrohet me ty, shkoki dëni u ka hidhru për shkak të një fjale ose për banalitet, për pak, jo diçka arsye të tërë. Si e ka gjendjen ky person i cili hidhrohet me familjarin me familjarin? Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që njeriu besimtari nuk i lejohet që ta bojkoton vllahun e tij besimtar më shumë se 3 ditë. Nëse kjo një edhe për të gjinia femrore. Edhe për të gjinia femrore, edhe për të gjinia mashkullore. Zakonisht krejt tekstet që kanë ardhur për gjinin mashkullor janë edhe për gjinin femror, përveç disa tekste të veçanta që janë për ata. Që dallohen prej burra. Përndryshe krejt tekstet hynë aty. E ky çka duhet? Pse më për një fjalë? Po shkoj një herë pyet vllahun ton. Ai ki pas me nënçmu apo thjesht ka rrëshit ose thjesht falave për hir të Allahut. As don Allahu me të falë tia. Po këtë be gabojna. Vallahi këtë gabojnë. S'ka njeri që nuk gabon. S'ka njeri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo biri i Ademit është gabimtar. Shumë e qartë, këshill shumë e mirë. Mirë, po ky thot sot unë nuk të foli ti, nuk du me tart, as nuk du me marr. Si e ka gjendjen ky? Këtyre thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo të honë edhe çdo të njëjtë ngriten veprat e Allahu azza wa jall. Veprat e mira. Këtyre që ngritet veprat e Allahu azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall lej këta derisa të pajtohen me zveti. Për një fjalë të vogël, për diçka shumë të imët, dëshiron që mos të ngriten veprat e mira të Allahut. Dëshiron mos të ngriten veprat e mira të Allahut. Për diçka të ulët të kësaj dunjaje? Ja Allah, s'ja vlen, vallah nuk ja vlen. Bënja halal. Për hatër të Allahut, jo për hatër të atina, fundi jo për hatër të atina, po bënja halal për hatër të Allahut. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxit dhe thot se më i miri për atyre që kanë diçka mes veti. Kanë të dhënë diçka mes veti, thot më i miri wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Më i miri prej tyre është ai i cili fillon me selam, me përshëndetje, me paqe. Okej, ti jep selam. Këtë në rregull, ai s'ta kthen selamin, thot hyku tani se me ti jam i dhunshëm, s'du me më fol. Ai puna e tina, ti e ke bë. Ti e ke bë tonë. Ti i ke dal borxhet, ai e ka punën keq. Ai e ka punën keq para Allahut azza wa jall. A ti tashmë i ke dal borxhit plotësisht me ta. Nëse ti as gjatë dorën, edhe ai të refuzon, ai e ka gjendën shumë keq. Allahu na ruaj. Ai nuk është sifat i besimtarit mirë. Besimtari denj nuk është sifat. Besimtari i mirë. Pejgamberin tonë kemi shembull sallallahu alaihi wasallam. Në çdo, po edhe sahabët tjerë. Merë biografinë e tyre, të shohësh sa herë kanë fal për hatër të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shlirimin e Mekkës, sa ja torturun shokët e tina, sa ja torturun ata brenda 23 vjetëve. E kur erë shlirimin e Mekkës, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tash jam i fortë. Tash hesni anena, nuk ju flas. Tash e këshirni se çka ju bëj unë, tash e shihni se çka ju veproj unë me ju. Po i tha, çka mendoni se do veproj unë me ju? Me këtë atë bucinë e tina, asa kishim dëshirë veç ta shohim njerë buzëqeshjen e tina, atë bucinë e tina, atë rahmetin e tina, me u edukun atë medresën e tina, si që u edukun shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha, idhhabu fa antum at-tulaqa. Shkoni. Isni, jeni të lirë. Të falu. Se kam menën më marrë me ju. Se kam menën, ba kam falë. E kjo u bo shkak që shumë prej tyre e pranun Islamin. Se bash momentin e forcës, atëherë është ajo që e kallzon ti atë brendin tonë, kur e merr forcën. Jo kur e i dop, se kur e i dop dhe di që hulesh. Se s'kish gabon. Sa ai është më i fortë. Çkel, ama kur e merr forcën, prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, nuk është i forti ai i cili i mund njerëzit mundje. Po tha ai i forti është ai i cili e sundon veten e tij kur të dhrohet, kur të nervozohet. Ashtu duhet të jemi, domethënë edhe këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja fal, me koni but. Mos mu hak marr, ai të ka voti izollom, ti s'hak mirësh, ja fal këtë. Mirë po dikush po thot naivitet me kjo, ato të shkel ti këshire. Kjo është vezvese e shejtanit. Kjo është vezvese e shejtanit. Çfarë që e përmenda edhe pak më herët. Kjo që ti ai mendon shejtani bën vezvese, ky thotë është naiv. Mos ja le me kaç. Mos ja le me kaç. Jo,
Përkundrazi leje me çater be bo audhu billahi min shejtanir rajim, edhe leje me kaq se atëherës kim ka shansa shumë gjasa që ti me i afru raportet me armikun më të madh. Me armikun më të madh. Allahu azza wa jalla ka përmend Kur'an, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Do derisa thot mes teje dhe ati që ke armiqësi, thot ka mundësi që Allahu azza wa jalla e kthen dhe ju bën thot miq më të afërt, më të dashur. Për këtë arsye leje me mos e dëgjoj shejtanin, se shejtani çon ndoshta edhe me myt. Se a di be kush je ti? A di ti prej cilës familje rrjedh? A di ti që gjyshin tonë kërkush s'ka mund me e shkel? A di që baban tonë kur se ka pranu dikush me në s'ka mund kush me ja kthi fjalën e ti pe duron që ket? Pse e lejon me të nënçmu? Pse e lejon me të nënçmu? Pastaj mundet me ndodh vrasja dhe Allah i na rujt. Allah i na rujt, atër më gjuna shumë i madh. Pendohet mos. Atër më gjuna shumë i madh. Atër i bje pishman, ama Çka bona. i bje shumë, është shumë vonë më. Vonë. Mas i përliti edhe na e dim Kabilin, që mbyti Habilin vllahun e vet. Në Kur'an Allahu azza wa jalla ka thënë, "A u bë pishman?" Shumë. Ha? Shumë. Ja wailata. Thot Allahu azza wa jalla, "Fa asbaha minan nadimin." Në fund të këtyre ajeteve, kur tregon për ndodhinë e tyre, thot u bë për atyre që mbetën të penduar për vrasjen. Pendu. Ama vonë. Çdo vrasës E pendohet. mbyti, ka, prandaj thash, ai pa marr parasysh ai i pranohet pendimi për mbytjen. Tamam, ama njerin s'u ne kthen mo. Vllavin s'u ne kthen mo. Dajen s'u ne kthen mo, migjën s'u ne kthen mo, djalin e migjës s'u ne kthen mo, djalin e Axhës s'u ne kthen mo. Vllavin tan që deri dje e takun xhami ke dhën selam s'u ne kthen mo, se ka përfundu ajo raporti. Ka përfundu jeta e tina. Dhe je bot ti shkaktar që me përfundu. Pra, jeta e ti. në momentet nervoze, momentet e nxehta, shka vlla merr abdes, qetësohu, fal jam shiroje, ai të marr vesh veç hec për para, mos u mbet aty se shkatrohet jeta. Po na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith thot. Thot shejtani, zemrimi është për shejtanit. Nervoza është për shejtan. A shejtani është kriju prej zjarrit. Kur dikush prej ju hidhrohet, nervozohet, mbrekt, le shkon me abdes. Ose jen kom thot ul. Je ult shtriu. Për shkak se shejtani thot çarkullon te gjaku juaj me shpejtësinë e gjakut. A ke pa që njeri kur nervozohet nxehet? Ai nxehtësi pikujt vjen. Pi çarkullimit shpejt gjakut shejtani që e nxen dhe thot e nxit për me bo veprën e keqe. E nxit për me bo veprën e keqe. Nëse kish bën a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka një transmetim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa njonin fort nervozum. Ai ka thonë unë e di një fjalë që ky nëse e thot, ieket thot ajo që e ka në veti, atë nervozën. I ka shku njëri për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot ja Rasulullah më mëso thot mua atë fjalë unë shkoj ja thon. Thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje dhe strehim prej Allah nga shejtani i mallkuar. Shkoj dhe thot o Allah, thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thot a mund ke gjetë me më tregu, me mësu. Lebe thot ec, se ishtë nervozum fort. Në atë moment, a beshe, shejtani çka të bën. Edhe fjalën e mirë që të se din se ai largohet me çato, s'ta mundson përpiqet me të pengu me thon a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nervoza thjesht është koka e gjithë problemeve. Nervoza është koka e gjithë problemeve, edhe në raportet bashkëshortore. Pele shehu jon Allahu më shiroj thotë se shpeshherë burri dhe gruaja grindena për polemika boshe. Çdo herë shpeshherë burri i bie gruz mrapa për çdo sen. Ka do burra që i bin shumë grave mas. Për çdo fjalë, më tha kështu ja kthen me njerë. Op nervozohet, bëhet, ngritet, e godet ndoshta, e rre grun, e mundon. Po gruaja në esencë është që flet shumë. E ai që flet shumë gabon shumë. E shehu Allah e rujt thot kur burri i bie gruz për çdo grindje thot mas, debaton me to, kjo është shenjë e dobësisë mendjes. Shenjë e dobësisë mendjes. Për këtë arsye ta mundohemi ta menaxhojmë nervozën, jo nervozat na menaxhojnë ne.